Horoskopi ditor e premte 24 korik 2026. Dashi. Do t'jetë një ditë rutin për të lindurit e kësaj shenje. Do të ndiqni planin tuaj ditor dhe nuk të devijoni as pak. Mos humbisni kohë me gjëra të tjera. Demi. Ditët në vijim do t'jenë shumë të rëndësishme, sidomos nëse ndëroni të shihni emrin tuaj diku. Injorojini ata që ju thonë se çfarë është e mundur ose jo. Asgjë nuk është e pamundur dhe ky është momenti i duhur për ta vërtetuar këtë. Binjakët, do t'jeni të mbërthyer nga emocionet sot, mund t'jeni më gjaknxehtë se ç'duhet, por përpiquni të ruani qetësinë. Me inat nuk do të zgjidhni asgjë. Gaforia, ditët në vijim mund të jenë një ndër ditët më të bukura të vitit për ju dhe nëse bën një përpjekje fare të vogël për të parë në mënyrë pozitive çdo situatë, do të argëtoheni pa mas. Do të bëni gjithashtu shumë miq të rinj. Luani, sot do të jeni shumë të kthjellët dhe do të bashkoni në projektet tuaja shumë persona. Në punë nuk do të qeshni me askënd, por do të jeni serioz. Virgjëresha, nuk duhet të lejoni askënd t'ju thotë se ju nuk keni gjithçka duhet të arrini një qëllim të caktuar. Me shumë gjasa ta e din që ju mund t'ja dilni, por shpresojnë se negativiteti i tyre mund të ndikojë mbi ju. Besojini vetes. Peshorja, vendosni përgjegjësitë në plan të dytë dhe shijoni një ditë plot argëtim. Dalja jashtë rutinës normale do të stimulojë imagjinatën tuaj. Mos u surprizoni kur ideja ose projekti juaj kreativ në subkonsciencë të lulëzojë gjatë kohës që ju keni qenë duke u relaksuar. Bëni dikë që ju pëlqen pjesë të aventurës tuaj, kimia mes jush është e mirë. Jepini një impuls marrëdhënies tuaj dhe dilni në një restorant romantik. Akrepi, niseni ditën me aktivitet të qetë, mos planifikoni ndonjë gjë të rëndësishme. Mësoni të kënaqeni me atë që keni aktualisht në jetë dhe mos kërkoni më shumë. Do e keni të vështirë të përcaktoni atë që është e mirë apo e dëmshme. Tregoni të matur me shpenzimet pasi në të kundërt do të mbeteni pa lek. Shigjetari, lini mënjan mendje madhsin. Është koha të përgatiteni për të ardhmen. Është periudhë e rëndësishme për të caktuar qëllimet tuaja. Mendoni për të ardhmen, fokusohuni aty. Bricjapi, duhet të tregojeni hapur për mundësi të reja dhe të kuptoni se vetëm fakti që kërkoni të besoni disa gjëra të caktuara nuk i bën ato të vërteta. Në vend që të merrni një pozicion ekstrem në cili do drejtim, pse nuk kërkoni një rrugë të mesme? Ujori, keni formimin e duhur për të arritur atë që duhet, por nuk ju pëlqen që të mburreni për planet tuaja. Megjithatë, duhet të bëni një përpjekje që personat të cilët janë të rëndësishëm të kuptojnë se çfarë dini të bëni. Peshqit, duhet të jeni mal turist me njerëzit që ju rrethojnë. Në familje do të zgjidhni më shumë punë dhe probleme me një lehtësi për t'u admiruar.